Në Shqipëri, nëse makina do të kishte një emër të dytë, me siguri do të quhej Golf. Ky nuk është thjesht një mjet transporti me 4 rrota, por është antari i çdo familje shqiptare. Është makina me të cilën gjysma e shqiptarëve kanë mësuar patentën, përfshi këtu dhe mua, makina me të cilën kemi bërë xhiro dhe para të Karshillikut në blok dhe e vetmja që na kanë nxjerrë nga balta kur makinat që kushtojnë sa 3 fishi i saj na kanë lënë në rrugë. Sot do të flasim për mbretin e paemëruar të rrugëve tona, makinën që çdo shqiptar e ka pasur, e ka ose po kursen lekët për ta blerë. Gjithçka nisi me legjendën Golf 2. Në vitet 90 të kishe një Golf 2 me atë dën e kuqe nga pas, ishe njeriu më i rëndësishëm i lagjes. Ishe simboli i suksesit të emigrantit. Dhe ky nuk është thjesht një motor, është një motor mulli që bluan çdo lloj nafte dhe nuk thot kurr u lodha. Golfi 2 na mësoi se inxhinieria gjermane mund të jetë e përjetshme. Edhe sot, kur bota flet për makina që ecin me inteligjencë artificiale, diku në një fshat të thellë të Shqipërisë, një Golf 2 po ndizet ende me gjysmë Chelsea për të çuar qumshtin në qytet. Nëse Golfi 2 është për punë, Golfi 4 u bë dashuria e parë e rinisë shqiptare, me atë dritën karakteristike blu në kreskot dhe me linjat që nuk vjetrohen kur ai ndryshoi gjithçka. Por pse Golfi fiton gjithmonë? Sepse është makina demokratike në botë dhe Golfi nuk të gjykon. Mund të jesh një student që numëron lekët e kafes, mund të jesh një biznesmen me kostum apo një pensionist. Te Golfi të gjithë duken njësoj mirë. Është makina që nuk të bën kurrë të ndihesh as shumë lart, por as shumë poshtë. Është kostumi që i rri mirë çdo shoferi. Sot në Shqipëri, Golfi 4 konsiderohet ende si makinë e re nga shumë njerëz. Shqiptari e ka në gjak kursimin, edhe TDI-ja është feja e tij. Fuqi kur të duhet për të parakaluar në llogara dhe harxhim sikur po pi naftë me serum. Por Golfi ka edhe një veti tjetër që nuk e ka asnjë makinë. Është si monedh ari. Blije sot 5.000 euro, përdore 3 vite, bëj një 50.000 kilometra dhe shite përsëri 5.000 euro. Në Shqipëri, Golfi nuk vjetrohet, ai thjesht ndron pronar. Është e vetmja makinë që mund ta shesësh brenda 15 minutave sapo ta hedhësh në merr jep. Përpara se të shkojmë tek problemet e Golfit 6, 7 dhe 8, ndalemi pak tek legjenda e Golfit 5, 1.9 dhe 2 mish i naftës. Asgjë tjetër nuk kanë përveç se problemeve me volantin, injektorët dhe EGR-n. Sot, Golfi po përballet me sfida të reja, makina elektrike, sensor të shumt dhe kostoja e naftës. Por përsëri, sa herë që të del një model i ri, ne të gjithë e kthejmë kokën, sepse Golfi është standardi me të cilin ne masim të gjithë të tjerat. Është makinë që i bën të gjitha mirë, është e shpejtë sa duhet, është ekonomike si asnjë tjetër, është e fortë dhe mbi të gjitha është e jona. Mbreti i rrugëve tona nuk ka nevojë për kuror, sepse kurora e tij është çdo kilometër që ne bëjmë në çdo ditë me të. Tani më tregoni në komente cila ka qenë ose cili ka qenë Golfi juaj i parë, a jeni ende me te Golfi 4 i pavdekshëm apo keni kaluar tek reatia e Golfit 7. Na tregoni historinë tuaj më të bukur, nëse keni pasur pra ose nëse një Golf i tillë ju ka lënë në balt dhe mos harroni të bëni subscribe dhe do të shihemi në javën e ardhshme.